Pra është ky argumenti ligjor që socialistët do të përdorin në Këshillin Bashkiak për të shkarkuar Irion Veliajin, i cili ndodhet në qeli që prej 10 shkurtit. Ky ka qenë të paktën debati që është zhvilluar me dyert të mbyllura këtu në selinë e Partisë Socialiste për 1 orë e 40 minuta, ndërkohë ka pasur diskutime të ndryshme dhe në fund kanë vendosur që të gjithë anëtarët që kanë qenë në mbledhje, diku tek 33 apo 34 në mos gaboj, pasi për momenti shkresën ende nuk e kemi, është firmosur nga të gjithë anëtarët socialistë dhe pritet që ditën e martë t'i drejtohet Këshillit Bashkiak. Mirela, do doja të sqaroja pak edhe procedurën se si do të vijohet. Pasi Këshilli Bashkiak ditën e martë në 23 shtator orën 16 do të vendosë për shkarkimin e zotit Veliaj, ky shkarkim nuk është përfundimtar, pasi do duhet të ndiqet një hallk dhe një zinxhir tjetër ligjor. Menjëherë pas shkarkimit nga ana e Këshillit Bashkiak do të jetë prefekti i Tiranës i cili duhet të informojë Këshillin e Ministrave. Nuk e dim nëse është rastësi apo jo rastësi, pasi ditën e martë do të zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak, të mërkurave në pjesën më të madhe të rasteve zhvillohen mbledhjet e qeverisë dhe me shumë gjasë në mbledhjen e ardhshme të qeverisë do të shkarkohet kryetari i Bashkisë së Tiranës. Më pas do duhet që të pritet një periudhë pikërisht 2 javore apo 15 ditore, pasi neni 115 i kushtetutës e detyron që nëse zoti Veliaj do të vendosë që ta ankimojë këtë çështje dhe ta dërgojë në gjykatën kushtetuese si gjykata më e lartë në vend. Dhe pas 2 javë apo 15 ditëve, Këshilli i Ministrave gjithmonë nëse nuk do të ketë një ankimim nga trupa mbrojtëse e zotit Veliaj, atëherë do të bëjë me dije dhe do të njoftoj presidentin e Republikës për vakancën në Bashkinë e Tiranës, në mënyrë që të jetë presidenti i Republikës që të caktoj datën e zgjedhjeve të parakohshme në Tiranë për kryetar bashkie. Datë e cila duhet të jetë jo më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë, që përkon me një periudhë zgjedhore në Shqipëri që përkon me 15 tetorin dhe 15 nëntorin. Brenda këtij harku kohor pritet që të mbahen zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. E kuptoj. Në Bashkinë e Tiranës mendoj dhe në Nëse do të ankimohet Mirela në gjykatën kushtetuese, nëse do doja të shtoja edhe diçka tjetër, nëse do të ankimohet nga zoti Veliaj gjithmonë, ky skenar dhe ky variant do të ankimohet në gjykatën kushtetuese, atëherë çështja pezullohet deri në një vendimarrje të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë janë edhe 5 bashki të tjera për të cilat pritet të zhvillohen zgjedhjet parakohshme dhe me shumë gjasë do të jenë në të njëjtën ditë kur të zhvillohen edhe në Tiranë, në të njëjtën datë. E qartë, pra do të shpallet data e zgjedhjeve në bashkit, ku natyrisht kryetarët e bashkive janë liruar për shkak të faktit që një pjesë të tyre janë deputet, ka një ex officio, pra është një moment i veçantë ky i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, pritet për të parë pra data 23 shtator, kur do të merret dhe një vendimarrje e tillë dhe për të parë nëse do të ndjekë apo jo zoti Veliaj hapat ligjor për të kundërshtuar vendimin e Këshillit Bashkiak, nëse në unanimitet ky këshill apo me shumicë votash ky këshill vendos që ai të shkarkohet nga detyra. Eksiola Sheut, falenderoj për gjithë informacionin që solle në studio, ndërkohë